Formimi i unitetit dhe largimi i disa funksionarëve nga BDI-a sipas dhënësit të BDI-s Bujar Osmani dëmton më shumë votën shqiptare për shkak të fragmentimit të votës sesa vetë BDI-n. Sipas Osmanit, në BDI nuk ka përçarje dhe nuk bëhet fjalë për fraksion, por për subjekt të ri politik. Ai madje nxiti unitetin dhe partitë e tjera opozitare që të formojnë blok opozitar dhe të shmangin ndarjen e votës. Ne nuk mund të pengojmë asnjë antar të BDI-s i cili mendon se në një subjekt të ri mund të realizohet ose të realizon më shumë. Mirë po në BDI përçarje nuk ka, BDI është më kompakte se kur, ashtu si thanë edhe nismëtarët, bëhet fjalë për një subjekt të ri. Ajo çfarë mendojmë se çfarë pengon është fragmentarizimi i skenës politike shqiptare, ku shqiptarët do dalin të përçarë në zgjedhje dhe kjo e dobëson pozicionin e tyre në shtet. Andaj ne nuk jemi kundër partive të reja, ne jemi kundër asaj që ata të dalin të ndara dhe të përçara në zgjedhje, dhe me këtë ne i nxisim që ata të bashkohen në një blok dhe të dalin me një listë përbashkët. Osmani nuk dishi të komentonte paralajmërimet se edhe emrat e tjerë të zëshëm do të kalojnë nga BDI-a në opsionin politik të udhëhequr nga Gzim Ostreni. Unë nuk mund të flas në emër të askujt, tregova se ne nuk mund të pengojmë asnjë antar të partisë i cili mendon se një subjekt të ri mund të realizohet më shumë. Në konferencën e djeshme të shpalljes zyrtare së unitetit, u paraqitën generali i UÇK-s dhe antari shumëvjeçar i kryesisë së BDI-s Gzim Ostreni, deputeti Zulfi Adili, komandant Qufa dhe ish funksionar të tjerë të BDI-s në rrafshe të ndryshme. Këshilli nismëtar tashmë ka nisur aktivitetet për regjistrimin e partisë dhe sapo ka dorëzuar në gjykatë nënshkrimet e nevojshme.